Selam aleikum hoxha, kam gjëna mu distancu nga familja se më nënçmojnë dhe më kritikojnë pa ndalë. Aleikum selam rahmatullah. Çka është ky pesimizëm kështu yti? Domethënë, çdo kush që na thot një fjalë na më njëherë mu distancu. Ik prej këti, ik prej ati, ku me shku? Veç me shku në mal. Me jetu në mal, me jetu në shpellë. Nëse do të distancoheshim nga njerëzit që na kanë kritiku, atër askush apo secili prej neve do të gjente arsye me u distancu prej tjerëve. Çka duhet me bëhet ti? Dy orientime. Orientimin e parë, këqyre ndoshta jetu i meritu ato fjalë. Unë nuk po të them jetu e meritu në nënçmimin. Por nëse të këshillojnë, edhe nëse janë të nënçmu, edhe të kritiku familja jote, nale veten, nale ullu njëherë, ullu, shkruj që ato kritikat që për t'japin, nëse ty të thëjnë qyqan, nëse janë të thonë ty s'po punan, këqyre veten, a jetu punu, apo nuk jetu punu, nëse si jetu punu, atër për një me, demelje, edhe thuj vetës unë ka mu që ka me punu. Meri kritikat, meri atë pjesën e mirë të saj, fuqizohu, përmirësaj e veten, edhe mshelja u gojen. Pra e para, këqyre, a ke për një me problemet të tila që ata për t'i thujnë, edhe ato që janë sahit, sakta, meri përmirësaj. Edhe dyta, mos u distancau për vjeli krahat, për mu bo dikushi. Mu bo dikushi. Edhe mi ja undru aty në mendimin. Në kupta, nëse të regan sukses, nëse bash i zoti, nëse ban pare, nëse ban autoritet, nëse të respektojnë ma largë, edhe këta që i kinë gatë, a di që shkanë më bo si pula, ka daldale, ki me hynë qefe, kanë me dasht, edhe kanë me të respektu se ki me i bind me fakte se ti i e bo dikushi. Ama në atash, distancau për këti, ik prej ati, mos fal me këta. Nëse familja jote nuk i ke afer, mos me nda që me të hujt mund është me ba. Unë e kuptaj dhimbjen tënde, unë e kuptaj se na si popull dim me bullizu leht, na si popull dim me nënçmu me hup shpresat, ambicjet njerëzve, po ti te i kalojmë bëmit fort, jo me të parën mu distancu. E nëse të gjitha sebepet i ke marrë edhe skib, rrugdalje, jep shtet për muri, në rregull, merr një çfarë qëndrimi, distanco pjesërisht, jo tërësisht. E me raste, shko vizitaj familjarët e tu, në raste darsma, dekje, mosu shkëput tërësisht prej tyne. Edhe këtu një mesazh du të marrin edhe familjarët tanë, mos t'i nënçmojmë akraban të afërmit tonë, pa lidhje, t'jemi të kujdesshëm.